këtë edicion do të ndiqni. Uzurpohet parkingu publik tek banesat e Dukagjinit. Sa më herët që identifikohet kariesi, trajtimi është më i suksesshëm dhe dhëmbi shpëton nga nxerrja. Bukuritë e fshatit Nec në janarin e ftohtë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Vendosja pengesave për parkim të automjetit në hapësirë publike, edhe pse ndaluar me ligj, shumë shpesh nuk respektohet. Një kronikë e përgatitur nga ekipi ynë paraqet shqetësimin e banorëve në një nga lagjet e qytetit se si 2 persona vendosin pengesa individuale, duke ju pamundësuar të tjerëve parkimin në hapësirë publike. Në vendin që njihet si banesat e Dukagjinit në rrugën Çemail Bakia, qytetarët kanë adresuar një problem lidhur me uzurpimin e një parkingu publik. Sipas tyre, 2 persona kanë vendosur blokues metalik dhe kanë shndruar hapësirën publike në parking privat. Banorët, të cilët nuk kanë dashur të flasin para kamerave, thonë se personat në fjalë hapin pengesën vetëm kur dëshirojnë vetë dhe nuk lejojnë askën tjetër të parkohet. Ata theksojnë se janë ankuar edhe tek inspektorët komunal, por sipas tyre nuk ka pasur asnjë reagim. Banorët kërkojnë nga institucionet përkatëse që të largohen pengesat dhe të lirohet hapësira, e cila është edhe në shërbim të gjithë qytetarëve dhe jo vetëm individëve të caktuar. Grumbull mbeturina shinerte, por edhe të tjera prej kohësh shndrojnë në një nga rrugët e fshatit Terhet si një mundësi as pak e mirë për të shndruar edhe në deponim mbeturinash. Për skaj rrugës në fshatin Hereq, mbeturinat vazhdojnë të hudhen në trotuare. Kjo gjendje po përsëritet çdo ditë dhe po kthehet në një problem serioz për banorët dhe kalimtarët. Shpesh herë kemi raportuar për këtë dukuri shqetësuese, por situata po vazhdon të mbetet e njëjtë. Aty vazhdimisht hudhen mbeturina të shumta, përfshirë edhe ato inerte. Përveç pamjes së shëmtuar, mbeturinat paraqesin rrezik për shëndetin dhe mjedisin. Nga aty, prapa kamerave, u kërkuan veprime për t'i dhënë fund kësaj gjendje e për të pamundësuar që gjendja e tillë të përsëritet. Mbi 6.000 shërbime edhe më shumë se 4.000 vizita janë realizuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit të shkuar. E pacientët kryesisht janë ankuar për temperaturë të lartë, kollë dhe rrjedhje hundësh si rezultat i gripit sezonal. Kështu ka bërë të ditur specialistja e mjekësisë familjare Violeta Zercathoqi. Gjatë stinëve të vjeshtës, dimrit dhe pranverës së hershme, vihet re rritje ndjeshme infeksioneve virale, sidomos në javët dhe muajt e fundit. Sipas profesionistëve shëndetësor, simptomat janë të ngjashme dhe krijojnë tablo tipike të gripit dhe infeksioneve virale. Gjatë stinës së vjeshtës, dimrit dhe në pranverën e hershme, e dim që virusi e ka aktivitetin më të shprehur gjatë këtyre ditëve, e sidomos këto ditëve të fundit apo me thonë edhe muajve të fundit, smundjet virale janë pak më tepër të shprehura në krahasim me kohën tjetër gjatë vitit. Pacientët zakonisht vinë me një simptomatologji në përafërt, e cila tek profesionistët shëndetësor e krijojnë një tablo klinike që i takon më tepër infeksioneve virale, meqense ato përfshin pjesën e sipërme me traktit respirator, ndodh raste kur edhe kemi komplikime përfshin edhe pjesën e poshtë me traktit respirator. Doktoresha Violeta Zercathoqi, specialiste e mjekësisë familjare në Gjakov, thekson se gjatë muajit dhjetor, qendra shëndetësore ka realizuar mbi 6.000 shërbime dhe më shumë se 40.000 vizita. Pacientët paraqiten kryesisht me temperaturë të lartë, kollë dhe rrjedhje hundësh, ku më rezistent janë temperaturat dhe kolla. Për të gjithë pacientët e cilët e frekuentojnë qendrën tonë, në cilën kohëve të fundit i kemi edhe shërbimet mjaft të shtuara. Ka ndodhur që muajin dhjetor kemi pas mbi 6.000 shërbime, apo muaj me thonë mbi 4.000 vizita shëndetësore. Parafërsisht shenjat klinike mes pacientëve, muaj me thonë se janë të njëjta.
zakonisht vijnë me temperaturat e larta, kollitje e cila është e thatë apo e mbushur me sekret, varësisht prej pacientëve të ndryshëm, mandej me rrjedhë të hundëve, mirë po më tepër rezistente është temperaturat e larta dhe kollitja. Doktoresha shton se stafi mjekësor është vazhdimisht i hapur për komunikim dhe edukim shëndetësor, duke këshilluar pacientët për hapat e parë në menaxhimin e gripit dhe për përdorimin e terapisë adekuate sipas rekomandimit mjekësor. Në gjithmonë jemi të hapur edhe jemi shumë komunikativ edhe me popullatën që edukimi shëndetësor është njëra prej themelave apo hapave të para të cilat ne fillojmë menaxhimin e rasteve apo situatave, sidomos të gripi. Gjithmonë jemi duke i këshilluar që ata me marrë terapinë adekuate, të cilat na e ordinojmë si profesionista shëndetësor, pa përjashtuar edhe këshilla tjera që janë pirja langjeve, përdorimi i përmendoj ushqimi pakës më të fortë, e sidomos është kryesorja dhe pushimi, sepse ka raste që pacientët kërkojnë të marrin terapinë dhe të vazhdojnë për dëshminin e tyre të punës, mirë po virusi është aq i ashpër sa që ka një herë pavarësisht prej moshës apo varësisht si e gjendjen shëndetësore të pacientit shkakton edhe jep efektin e vet, e cilat edhe ata ndjejnë lodhje edhe mos mundësi të përballimit të atyre simptomeve. Në fund ajo u bën apel qytetarëve që të kenë kujdes të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore me kohë. Kujdesi ndaj shëndetit oral duhet të jetë i vazhdueshëm. Specialisti i parodontologjisë Dr. Fari Morina thotë se sëmundja e kariesit prek njerëz në gjithë globin, por sa më herët që identifikohet prezenca e tij në dhëmb, trajtimi bëhet më i suksesshëm dhe më afatgjatë. Kariesi është 99% godet njerëzit. Mangësitë në higjienën dentare dhe konsumimi i shumë ushqimeve me sheqer janë disa nga shkaqet e formimit të kariesit të dhëmbit. Specialisti i paradontologjisë, Dr. Fari Morina, thotë se kariesi godit shumë njerëz në gjithë globin, por sa më parë që identifikohet dhe trajtohet, mund të zgjasim jetën e dhëmbit. Ky slajd tregon detale dhe shumë bukur tregon mënyrën e zhvillimit të kariesit. Thamë kariesi 99% njerëzimit e godit krejt botën. Por sa më herët që identifikohet, sa më herët që trajtojmë, kariesi në mujmë ja zgjat jetën e dhëmbit. Se kariesi është të prishja ose damtimi i strukturave të forta të dhëmbit. Të fillu prej smaltit, i cili është 96% materie inorganike. Veç 4% është materie organike. Është një ndër pjesë më të forta në organizmin e njerëzit. Aty fillon kur tham plaku që deponohet në pjesët e qafës së dhëmbit dhe gingives marginale, aty fillojnë metabolizmi i mikroorganizmave me fillimin po dhe në pjesë okluzale, dhe në pjesë sipërfaqësore të përtypjes, se dhëmbi nuk është i drejtë, ka do fisura, themi, do lugje dhe do brigje. Në çdo lugje mund me mbet ushqimi, dhe kur mbet aty ushqimi, edhe mikroorganizmat deponohen dhe fillon procesi i kariesit. Stomatologu Morina, duke folur për simptomat e para të këtij problemi, pohoi se shanset për të arritur shëndet të mirë oral dhe për të pasur një rezultat të parashikueshëm janë më të larta kur pacientët reagojnë qysh në simptomat e fazës së parë të dhimbjes. Figurën e parë është veç në smalt, nëse e vreni. Në figurën e dytë e ka përfshi edhe dentin. E tash këtu fillon edhe simptomet e para që pacienti mundet me identifiku. Fillon dhimbjet të lehta që zgjasin shumë shkurt, se këtu janë në dentin disa kanaliqe të ngushta, të bullusit, të thojnë, ku janë zgjatimet citoplazmatike të qelizave të odontoblasteve që krijojnë dentinën. Ato zgjatime arrin deri te kufinin mes smaltit edhe dentinës, si shifet tu. Kur kariesi i atakon tash, ato japin regjistrojnë dhimbjen, ftoft nxehtë,
ndryshimet temperaturës, omël e tjera, edhe japin signal që diçka nuk është në rregull. Nëse kjo me njëherë identifikohet dhe sanohet, atëherë këto simptome humbin edhe dhëmbi është në nivel. Duke ditur që prishja e dhëmbit kalon në disa faza, specialisti i paradontologjisë Morina tregoi se deri në cilën fazë mund të shpëtojnë profesionistët e stomatologjisë një dhëmb të prishur nga kariesi. Dhëmbi mund të shpëton pa komplikime, do thotë deri në fazën kur nuk e ka paradontin, kur nuk e atakon paradontin. Deri në fazën e 4. Deri në fazën e 4. Po dhe në fazën e 4 ka raste që do të me një kujdes të mirëfillt që mund të shërohet, se organizmi gjithmonë ka tendencë mbrojtje, e nëse ne eliminojmë shkaktarin, atëherë organizmi edhe këtë proces, në çfarë faze gjendet ky proces, mundet me sanu, me kohë. Mirë po, shumicën e rasteve nuk ndodh dhe thëmi duhet të eliminohet. Kariesi dentar është një problem i zakonshëm, por plotësisht i parandalueshëm, me kujdes të përditshëm, vizitat e dentistit dhe një dietë të shëndetshme, secili person mund t'i ruajë dhëmbët. Ambientet e leximit, por edhe hapësira të tjera të bibliotekës Ibrahim Rogova në Gjakov gjatë gjithë janarit janë frekuentuar dukshëm nga nxënësit, studentët, por edhe lexuesit rezident dhe ata që kanë zgjedhur të regjistrohen në bibliotekë. Kronika përgatitur nga ekipi ynë na njeh me informacionet se si ka nisur viti 2026 në këtë institucion kulturor. Ambientet e leximit, por edhe hapësirat të tjera të bibliotekës Ibrahim Rogova në Gjakov gjatë muajit janar janë frekuentuar dukshëm nga nxënësit dhe studentët. Drejtori i bibliotekës Angel Berisha tregon se viti 2026 ka nisur me një interesim të madh për librin dhe aktivitetet që zhvillohen në bibliotekë, duke potencuar se sa i përket kushteve të ambientit çndrojnë mirë. E para punës që fillojmë vitin është regjistrimi apo antarësimi i studentëve, i lexuesve në përgjithësi nga të gjitha kategoritë, të cilët kanë një detyrim dhe kryjnë këtë pa e bërë ndonjë problem. Pastaj gjatë vitit para se të fillon viti i ri, kemi bërë para përgatitjet që të jemi me ngruje, me kartela, me të gjitha aspektet, nga se ne kemi vazhdimsi, pos 2 ditë pushim, vazhdon këtu jeta edhe leximit, edhe përdorimit të librave, edhe profesionalizmit që kemi në përgjithësi. Ka filluar regjistrimi i antarëve nga të gjitha moshat, edhe nga filloristët, shkollët e mesme, nga se kanë pas lektyra shkollore. Pushimi i vitit i ka obliguar që të marrin lektyra sa më para, kanë kryer ato detyrimet. Berisha po ashtu ka folur edhe për oraret e veçanta të punës gjatë ditëve, duke theksuar se këto orare janë përshtatër për t'ju përgjigjur nevojave të nxënësve dhe studentëve. Tani kemi sallat plot me student, është një pauzë kur ata kanë provimet në fundin e vitit dhe është e përmbushur. Bili kemi pas konsiderat orarin e tyne që ju duhet më shumë kohë, kemi arrit deri në ora 10, ata vazhdojnë të mësojnë deri në ora 10, fjala për studentët. Po si zakonisht gjitha bibliotekat nuk punojnë të dieleve, të shtunën punojnë paradite dhe java tjetër është 12 orë, postyre ditëve që zgjatet. Domethënë është e disponueshme mjaft, nuk mund të punojmë të dielen se është puna personelit të punës këtu dhe besoj që ata janë të kënaqur edhe me këtë orar që kemi. Biblioteka Ibrahim Rogova mbetet një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Gjakov, duke ofruar jo vetëm libra, por edhe një ambient të qetë dhe të përshtatshëm për studim dhe zhvillim intelektual. Në një nga ditët e janarit, Bora kishte mbuluar gjithë hapësirën e bukur të fshatit Nec. E mbuluar me të bardhë e gjithë natyra të krijonte përshtypje në një fshati të bukur si një atraksion i bukur për të vizituar në ditët e ftofta me borë. I kufizuar me fshatin Dobrosh në veri dhe veri perëndim me fshatin Smolic, fshati Nec në një nga ditët e janarit të këtij viti u pa të jetë mbuluar me borë. Mëngjeset e janarit në këtë fshat rëndom gjatë dimrit kur ka reshje bore, pasqyrohen mbi kristalet e borës duke krijuar një pamje shumë magjepse për secilin që e viziton. Ndonë se në këtë fshat sot jeton një komunitet i vogël, banorët pavarësisht vështirësive që mund të sjellë dimri me temperaturat e ulta, vazhdojnë përditshmërinë e tyre duke dëshmuar lidhjen e fortë me vendlindjen.
Dimri në Nec nuk është vetëm një stinë ftohtë, por edhe kohë reflektimi, solidariteti dhe bukurie natyrore që i jep fshatit një hijeshi të veçantë. Kjo magji e bardhë dhe bën Necin një atraksion për ta vizituar në kohë dimri. Përtej bukurisë vizuale, edhe shtrirja gjeografike e fshatit Nec është një tjetër karakteristike këtij fshati. Nga zonat malore të mbuluara me borë e deri të ultësirat, kontrastet natyrore krijojnë pamje mbreslënse. Kështu i bukur fshati Nec duket edhe në shumë ditë e net të tjera gjatë dimrit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Uzurpohet parkingu publik tek banesat e Dukagjinit. Sa më herët që identifikohet kariesi, trajtimi është më i suksesshëm dhe dhëmbi shpëton nga nxerrja. Bukuritë e fshatit Nec në janarin e ftohtë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.